Hej, përshëndetje, si jeni sot? Kur ju ka gjetur kjo video? Në plazh, me pushime, me familjen, me shoqërinë, neve na ka gjetur në punë dhe sot do të kemi një video ndryshe. Them ndryshe, por gjithmonë me bazë infërmjerore. Sot do të kemi një challenge, ku e keni parë besoj se në shumë video të tjera apo në shumë situata të tjera. Sot do të kemi challenge-in se kush vesh më shpejt dorezat sterile. Do kemi të ftuar special 2 vajza, 2 infërmjere nga salla operatore. Përpara të nisim dhe t'ju shpjegoj më tepër për videon e sotme, diku këtu do ju lë edhe videon për ardhë, se që kemi bërë videon e kaluar, se si vishen dorezat sterile hap pas hapi sipas protokollit infërmjeror. Por për një rikujtes, çfarë janë dorezat sterile? Dorezat sterile janë dorezat të cilat vinë në një paketim të caktuar, të cilat në përbërjet e tyre kanë 0 mikroorganizma. Këto doreza vishen në fushën e vet sterile sipas një protokolli të caktuar, kryesisht përdoren në sallat operatore, gjithashtu dhe për të mjekuar plagë të cilat nuk duam që të na kontaminohen. Tani, pa humbur kohë, le të vazhdojmë me videon. Atëherë, ju më shikoni të veshur ndryshe tani, në me trok ndryshe, nga fillimi i videos, por kjo e pa arsye sepse gjatë kohës që ne ishim duke filmuar videon, domethënë atë ditë, ndodhi një urgjencë mjekësore dhe ne u detyruam të ndalojmë në mes, por sot jemi shumë gati. Apo jo goca? Gati. Okej, jemi gati të nisim. Do kemi siç tham 2 të ftuar, do kemi Pakida edhe Erjonën. Pra do të kemi kryeinfërmierën dhe zëvendës kryeinfërmierën të shohim se kush i vesh më shpejt dorezat. Nisim. Atëherë do përshëndesni një herë infërmierët tanë, uleni dorën akoma uleni dorën, tani përshëndesni. Po pse mi goca, me thonjë punohet? Infërmiere me thonjë? Shifi herë të tut. Atëherë, gati, po prit, se si fillim do të vendosni mbas një herë, çfarë do ndodhi, kush do humbi, çfarë do bëni? Ne më sigurt që do fitoj. Normalisht se instrumenton më shpesh, nuk duhet. Por tani vendosni mbas, me çfarë do vendosni? Do bëjmë kafe. Kafet. Pa do një dark. Unë tani bie fitoj kafe nga të dy anët, kur do fiton, unë fitoj kafe. Jo si në loj. E kemi me njëra tjetrën. Okej, jepni duart e duelit. Gati, gati. 3, 2, 1. Po të mundin një pash duart. Aha, tabe. Fiton Vieri. Fiton Vieri. Fiton Vieri, o këtë po ç'pate ti? Jo, e rregullove eri rrojë të dyja. Bravo Eri, bravo. Kod nuk e krye infërmiera. Ka njerëz po bravo. Kjo është edhe videoja për ditën e sotme, shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer, shpresoj shumë t'jeni kënaqur po aq se dhe sa ne. Në fakt unë dhe të gjitha ne këtu jam shumë e sigurt që nuk e prisni që Eri të fitonte, të gjithë prisnin të fitonte Kiti, por kështu, fati, zgjuarësia, shkatësia nuk di çfarë të them. Tani unë do shkoj të ndrohem sepse Kiti ka për të na paguar kafet. Bashkë do shihemi në videon e radhës dhe jo dhe mua, tani unë bra pjesë të videos. Para si super dy. Dakor, u zit edhe ky hall. Jam shumë kurioze të di në rast edhe juve kur do fitojmë nga ju dhe kolegët tuaj, kështu që më dërgoni video teksa e provoni në shtëpi, në punë, në shkollë. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Bye! Bye! Bye bye!